Alba ka ngelur shtatzën me limin, rrëfimi gjatë dramatik në stil Big Brother. Në shtëpinë e Big Brotherit, Nata kishte rënë ngadalë mbi oborin e ndriçuar, por tensioni brenda mureve të qelçta vetëm sapo rritej. Alba ecte ngadalë nëpër sallon me duart që i dridheshin lehtë, ndërsa banorët e tjerë e vëzhgonin me kurreshtje. Diçka dukej ndryshe tek ajo, një heshtje e rëndë, një frymëmarrje e thellë, sikur në shpirtin e saj po luftonin dhjetëra mendime. Limi, i ulur në divan, e kuptoi menjëherë se diçka nuk shkonte. Ai u ngrit me ngadalë. Alba, çfarë ke? Po më frikson, tha ai me një zë që i dridhej pak. Ajo e pa drejtë në sy. Syt i ishin mbushur me lodh, jo nga frika, por nga pesha e një të vërtetë që se mbante dot më brenda. Limi, duhet të them diçka. Banorët e tjerë heshtën menjëherë. Edhe zhurma e kamerave dukej se u ndal. Në atë moment, shtëpia sikur u ngrit mbi një boshllëk pritjeje. Alba mori frymë thellë, kam ngelur shtatzën. Një murmuritje tronditëse shpërtheu nga këndi i kuzhinës. Disa banorë ngritën duart mbi gojë, të tjerët nuk dinin si të reagojnë. Limi mbeti i ngrirë për disa sekonda, sikur universi i tij u ndal. Me mua? Pyeti ai me një zë të mekur. Alba uli kokën dhe lëvizja e saj e qetë ishte përgjigjja më e qartë. Po, Limi. Është fëmia yt. Ai e mbylli fytyrën me duar për një çast, i shokuar, i befasuar, por jo i zemëruar. Ishte një kombinim emocionesh të forta, frikë, përgjegjësi, lumturi e papritur, konfuzion. Banorët filluan të afroheshin ngadalë. Bia, e cila gjithmonë ishte e zjarrt në reagime, tentoi të thoshte diçka, por moderatorët në sistem i kërkuan qetësi. Limi, vazhdoi Alba me një ton që mezi mbahej, unë nuk e thash për dramë. Nuk e thash që të vë në presion. Unë thjesht nuk dua të mbaj një sekret kaq të madh para teje. Para gjithë kësaj. Ai ju afrua, e mori për dorë dhe e uli pranë vetes. Alba, do jemi bashkë në këtë. Nuk di si, nuk di çfarë do ndodh jashtë. Por nuk do të lë.